Sot në orën 23:59 përfundon afati kushtetues për konstituimin e Kuvendit Kosovës. Deri më tani nuk ka ndonjë njoftim zyrtar për seancë konstituive, duke pas parasysh që dje nisi procesi dhe ka përfunduar edhe betimi i deputetëve, por ishte kërkesa e Kurtit që të marrim edhe pak kohë që partitë politike të zhvillojnë takime. Mirë po, edhe sa i përket partive dhe takimeve mes tyre nuk kemi të paktën ndonjë informacion zyrtar se ka pasur diçka. Për gjitha këto do diskutojmë, bashkë me mua në studio është Afërdita Maliqi, mirë se vjen. Në anën tjetër kemi avokatin Xherdes Makiqi, mirë se vjen avokat. Mirë se vjen. Përmes një lidhje direkte, bashkë me neve do të jetë Teut Rusta nga PSD. Teut, faleminderit për inkuadrimin. Faleminderit për mundësinë. Natyrisht, këtë diskutim do e nisim me një lidhje direkte bashkë me gazetarën tonë Elma Sulejmani, e cila është në teren dhe ka qenë së afër selisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, atje ku po pritët që të ketë zhvillime ose të ketë ndonjë takim, se cilat janë trejat e fundit, do të na jep vetë Elma. Elma, përshëndetje. Përshëndetje Ajda dhe për juve, besoj po dëgjohem. Mirë, Elma. Cilat janë trejat e fundit? A ka pas ndonjë prononcim nga LDK nëse ka pasur një takim bashkë me lëvizjen vetëvendosje? Aktualisht ende jam duke qëndru për asedisë qëndrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti kjo e cila më së shpeshti është takuar me Albin Kurtin, kryeministër në detyrë e kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Plot 3 herë u takua Avdi Gjiku bashkë me Kurtin për të arritur një marrëveshje eventuale për çështjen e presidentit, pasi që dihet që arsyeja pse vendi shkoi në zgjedhje të jashtëzakonshme është pikërisht mos zgjedhja e presidentit. Kurti është takuar edhe një herë me Partinë Demokratike të Kosovës e asnjëherë me Aleancën për shkak se kjo parti 2 herë refuzoi takimin e Kurtit. Ndërkaq që as me LDK ndonse 3 herë u takuan nuk arritën një marrëveshje politike. Ashtu si që thatë edhe jo, seanca e djeshme për konstituimin e legjislaturës së 11 të Kuvendit u shtyje për shkak se Albin Kurti në këtë rast kërkoi kohë nga partitë për të arritur një marrëveshje me ta, i cili edhe i ftoi partitë, i luti në këtë rast partitë për të takuar me ta. Derisa unë po qëndroja këtu para sedisë qëndrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kam hasur vetëm në kryetarin Lumir Avdi Gjiku, kryetarin e kësaj partie, i cili nuk u përgjigj në rast se është takuar me Kurtin, nuk u deklarua për televizionin të shtatë, ndërkaq hasa edhe në deputetin tashmë të betuar Lehuna Lushakun, deputete e LDK-s, e cila shkurtimisht tha se jo, nuk janë takuar me Kurtin, as pas seancës së djeshme të konstituimit e cila, siç thashë edhe një herë po e përsëris, nuk u ndërprej, ndërsa nëse se kur mund të mbahet seanca konstituive e radhës, pas se nuk e din, ndërkaq akoma nuk ka sinjale nga asnjëra anë se kur mund të mbahet vazhdimi i seancës konstituive, pasi që, siç e thatë edhe ju, tashmë dihet që afati nga gjykata kushtetuese për konstituimin e Kuvendit mbaron sot në ora 23:59. Falenderoj shumë për gjithë këto informacione. Natyrisht, nëse ka ndonjë zhvillim, mund të lidhemi prapë direkt dhe të flasim bashkë. Faleminderit juve. Mirë, do e vazhdojmë debatin këtu në studio. Afërdita, ajo që ka po amtjen, një koment parë dhe kjo që ka pëndodhë sot. Deri në orën 12 në mbrëmje kemi kohë për konstituimin e Kuvendit, ndërkohë që nuk po shohim edhe shumë takime dhe shumë zhvillime sa i përket asaj për cilën edhe u kërkua kohë. Patrisisht ajo që po amtje ishte një scenar i ri i lëvizjes vetëvendosje për me shty krijimin e institucioneve të Kosovës. Nëse vitin e kaluar ju është bë presion partive tjera se nuk ja votonin kryeparlamentarën atë kohë kur e nominante Alburina Agjiun, sa i radhe nuk pati një nominim, do më thonë ishte një skenar i ri për me shty krijimin e institucioneve. Ajo që unë e pash ishte se sërish u shkel rregulloria e Kuvendit të Kosovës, pra o tha në start nga kryesuesi që nuk ka debat për shkak se seanca konstituive nuk lejon debat, ndërkohë që vetë kryeministrin e detyrë apo deputeti Albin Kurti e mori fjalën dhe e thej në start rregullat e Kuvendit të Kosovës, dhe që ajo që është jashtëzakonisht shqetësuese është që fatkeqësisht ne si shtet po krijojmë standarde
të shkel kushtetuta, të shkel regulore dhe të mos reagu absolutisht askush. Në shteti ne dim që jemi shtet demokratik, kemi regula, kemi kushtetut, kemi ligje dhe se cili që e thënë këto regula dhe këto ligje, unë menoj që duhet me pas një dënim. Nëse nuk ka një dënim penal, atëherë duhet me pas një dënim nga vetë qytetarët, nga vetë ne që dalim dhe votojmë. Dhe fatkeqësisht ne po shohim në baza të shpeshta të thy këto regulore, ligje, kushtetute dhe të mos të hesh të gjithë. Dhe më thonë, ajo që është e rrezikshme për mu kohëve të fundit është kjo krimi i standardit për të keq. Do më thonë, të na gjërat e këqija janë bërë standardet dhe kërkush nuk po thotë më që kjo e ka keq, po hajtë se ka ndodhë dhe njerë. Do më thonë, Vetëm s'po i kontojmë skenarit. Skenarit duket se po ndryshojnë sepse nga shizmë. Do më thonë, vetëm ky skenari djeshit kja skenar i ria, mo që vetëvendosja është partia që thënë vazhdimisht, do më thonë që ka shkel me dy kamt është to ne e dim, por skenari i djeshit kja skenari i ri. Sotis Makiqi? Një koment pra që ndodhi dje pasaj të vazhdojnë. Por, përse përket onës juridike kushtetuese, pra prej dje, pas ndërprerjes së seancës konstituive, Kosova nuk ka as ushtruese të detyres presidentit, pra Kosova është pa komandantin suprem të forcave të armatosura, pra FSK-s. Pra nuk kemi komandant suprem sot. Kjo është një papërgjegjshmëri totale. Nuk kemi kryesit kuvendit, sepse në 14 rregullores thotë, kryetari dhe kryesia kuvendit kanë mandat deri në mbledhjen konstituive. Pra, rrjedhimisht edhe UD president kemi pas. Pra, prej dje, kryedjali që i ka fituar zgjedhjet për herën e tretë, pra, Afrodita po thotë standard, por unë po them papërgjegjshmëri, pra standardi i papërgjegjshmërisë politike i bie me lë vendin pa komandant suprem të FSK-s, me lë vendin pa pozitën e presidentit, me lë vendin pa qeverisë, ai u betu, pra nuk është as kryeministër, nuk e lejon në 26 i ligjit për qeveritë, të cilin ligj e ka miratuar vetë kjo mazhorancë parlamentare. Pra nuk kemi as kryeministër, s'kemi as ministra, s'kemi tash as kryetar kuvendit, s'kemi as UD president, s'kemi as komandant suprem, pra Kosova është në vakum total, institucional, politik edhe kushtetues. Kjo nuk është vetëm krizë kushtetuese dhe politike, po kjo për mua është zhberje e këtë sistemit politik. Pra, në qoftë, ndërsa sa i përket afateve, deri në 23-59 që thuhet sonte, po ka një interpretim që nga gjykimi e numër 124/25, ku gjykata ka interpretuar që 30 ditë që është edhe afati kur duhet konstituohet kuvendi. Megjithatë, pika 143 e këtij gjykimi e leni farë hapësire të vogël, nëse ka nëse ndryshon shëndeti mendor dhe politik i këtyre politikanëve që po veten, që janë vendimarrje, ka një hapësirë që pika 143 e leni hapësirë të vogël që thotë mos zgjedhja apo mos konstituimi i kuvendit e kryetorit dhe e kryesisë nuk thot nuk është gjithë 100% që krijon pasojë në shkruajtjen e zgjedhjeve, por krijon përgjegjshmërinë politike dhe kushtetuese që deputetët të arrijnë ta konstituojnë kuvendin e Kosovës. Pra, jemi në një fazë shumë kritike, por që e kemi pritur, sepse ky paralajmërim ka qenë edhe nga ai që i ka fituar zgjedhjet, se nuk po dua as emrin t'ja përmend, sepse ky njeri e ka lënë Kosovën që të 2 vjetë gati pa institucione. Unë e kërkoj për veti, si avokat, dhe si qytetar, mendoj që duhet ndërhyrje direkte, ndërkombëtare, që ta rikthejmë Kosovën në binarët e saj, sidomos diplomatik, sepse për ekonomie, për shtesa 100 euro, janë rrost populli. Pra, bizneset janë të falimentu, qytetarët janë të varfru, nafti është të shtrejtu, rryma është shtrejtu, nëse kanë problem mundësi me ngu dëshirat dhe shëndetin mendor, që nuk përrahatohen në mi veti, këtyre politikanëve, atëherë le ta votojnë edhe në 10 orë, le t'ja japin 100% atë që duhen të bëjnë, por unë besoj që këta votues një ditë kanë më nxo derën dikuj që po i bllokon, nuk po i lë me ecë përpara dhe ja ka bërë jetën e pamundur. Mirë, informacioni i fundit është se Kurti dhe Avdi Gjiku pritet të takohen për pak minuta në kuvendin e Kosovës. Këto janë raportimet në media, gazetaren e Kim Interem, vetëm pas pak do të na njoftoj nëse do të zhvillohet një takim. Do të kalojmë tek Teuta për të marrë një mendim parë për gjithatë se çfarë po ndodh, pastaj do të kemi edhe inkuadrime nga shoqëria civile. Teut, si e sheh këtë situatë? Pse Kurtit i u desht kohë? Pse nuk ndodhi dje konstituimi i kuvendit? Atëherë, faleminderit për mundësinë.
Spari po du me reagu për parafolë si mënyrën që përdori shëndetin mendor. Mendoj që duhemi me qenë të kujdesshëm kur përdorëm këse etiketa, si sulme edhe shëndetin mendor me u përdor si sulm ndaj dikuj, për shkak se shëndeti mendor është një çështje shumë e rëndësishme, e ndihshme, në për cilin kalojnë shumë njerëz edhe për cilin duhet me pas mirë kuptim edhe njohuri. Kështu që metaforë pa përgjithshmërisë dhe e përdor sepse kam të drejtën. Se unë nuk ju ndërpreva, besoj që pa të arsye me të ndërprej edhe nuk e bona, e kam transisht me përparimet e mia. Këto etiketa mos me lon me u thonë mënyrë tillë në kësi konteksti me u përdor shëndeti mendor për shkak se është i rëndësishëm për shoqërinë me u trajtu në termat e duhur. E me i sulmu kundërshtar politik, ose ata që nuk beson. Unë se përfaqësas një parti. Ata kundërshtar me i sulmu ata, me cilë spajtohesh. Dhe gjabret lut në aman se edhe kam shtirë se s'jam aty. Mu ligjerota qafulli, unë. Jo, unë të dhu ligjerota në kohën tem. Në kohën tem, unë e përdori si du. Jo, te mundesh me ino, mos me dëgju, po unë me folë që ka duhen në kohën tem. Te ta po dëgjojmë, po e kuptuam, se ndoshta do sharon edhe kur përdorën si metaforë që nuk e ka në kontekstin. Jo, shëndeti mendor nuk guxon me u përdor si metaforë për me sulmu tjetrin, për shkak se është problem i rëndësishëm edhe i ndjeshëm. Në anën tjetër, problemi nuk është patologjik i këtij politikani që është kryeministër i Kosovës për fatin tonë të keq. Problemi i tij është për shkak se është një modeli autoritar i cili qeveris përmes kontrollit. Tash, situata dje që e kemi pa. Situata dje që e kemi pa është përsëritje e që një vjet e gjys çka kemi pa. Pra, është një situatë e përsëritne. Dhe kur kemi situatat përsërituna, kjo na flet që kemi një patern, një model, një patern i cili ka natyrë jo demokratike. Prej kapjes së kryeprokurorit, për cilit nuk reagoi askush prej opozitës parlamentare, e deri te institucione tjera të cilat i kontrollon përmes ushtruesve të detyrave, duke mos emëru as përgjithës për ato detyra, po duke i lënë ato pozita njerëz të vetë, cilët i ka të besueshëm, e kemi në Kosovë tani një situatë të shqetësuese, sepse është situatë e jashtëzakonshme. Situata e jashtëzakonshme nuk është vetëm kur kemi tongse në shesh, as vetëm kur kemi kontroll policor, por situata e jashtëzakonshme në kohët e sotme është edhe përmes kësaj mënyrës së kontrollimit të institucioneve, shkeljes së kushtetutës, shkeljes së rregullave, shkeljes së normave. Domethënë kemi vazhdimisht në mënyrë të përsëritën një pushtet i cili don zgjidhje vetëm sipas termave të vet, edhe nëse nuk ka zgjidhje sipas termave të vet, atëherë kemi zgjedhje kur don vet. E përballë kësaj situate të rëndë, të serioze, ne jemi të hup kohë, për shkak se në ndërkohë që ne po i bëjmë kritikat e opozita parlamentare, disi ankesat e përpjekjet e saj, kënë se me arrit një marrëveshje, një pushtet i tillë është duke shtri kontroll. Edhe këta duhemi me marrë seriozisht për shkak se koha nuk është duke punu për demokratizim të vendit, koha është duke punu për një pushtet i cili për herë më shumë është u forcu. Përmes taktikave të ndryshme, herë i hub disa deputet, herë i fiton disa tjerë, mirë po në ndërkohë në nivel institucional ai vetëm ka fitu dhe ai vetëm është shtri. Dhe kjo duhet me na shqetësu, prandaj ne si Parti Socialdemokrate kemi thënë, kemi bërë thirrje që edhe një vedije shoqërore, edhe një vigjilencë shoqërore, edhe një rizgjim shoqëror, i cili nuk lën deri në këtë pikë me mri në emër një progresi, se sigurisht e keni pa që është në emër një farë progresi shoqëror, se kënë se do të ketë zhvillim ekonomik, se kënë se po luftohet korrupsioni, edhe nëse luftohet korrupsioni aty këto, ne nuk guxojmë që në emër të këtij
me hek dorë prej demokracisë. E qartë. Në mend kësaj me e të kur demokracinë edhe ashtu të brisht Kosovës. Kështu që në mend një prosperiteti, po na jepet një model i cili ka më na kushtu shumë ma shtrejt, ma vonë, sepse ka me qenë tepër ma vështirë me e largu. E qartë, të u do ndalimi vetëm pas pak edhe në atë se çfarë po bën opozita, ose çka presim që të bëj opozita në këtë rast, por derisa përmende se edhe qytetarët duhet të jenë më të zëshëm se po humbet kohë, është thirrja që edhe opozita të jenë më të zëshëm edhe ndoshta të bëjnë veprime më shumë, janë nga shoqëria civile, të cilët tashmë kanë një reagim dhe po kërkojnë që kuvendi të konstituohet brenda afatit. E kemi Ema Pula nga grupi për studime juridike dhe politike. Përshëndetje Ema, faleminderit për inkuadrimin. E kemi pa reagimin sot, ndoshta do të flasim pak për arsyet, sepse është e rëndësishme që të bëhet konstituimi i kuvendit brenda afatit. A e keni sqaruar edhe ju përmes reagimit që ky proces nuk ka të bëjë asgjë me procesin e formimit të qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit. Po, ndoshta na ndihmon regjia se nuk po e dëgjojmë Ema në studio. Po, Ema, nëse po më dëgjon nga regjia, po më thonë që ka një problem me mikrofonin tek ju, ndoshta derisa e rregulloni? Po, ndoshta të komunikoj regjia me Emën ta thrasim edhe një herë që dëgjojmë. Afërdit, po i shohim që vazhdimisht edhe pse Kurti po kërkon kohë, kritikat janë shumë edhe për opozitën. Disa thonë që nuk duhet shkojnë fare në takim, disa të tjerë po e kritikojnë AKN tashmë kur po i bëhet thirrja që të shkojnë në takim. Si është këtë situatë? Cila mendojnë që është? Absolutisht unë mendoj që AKJ ka pas qëndrim. Do të thonë AKJ në fillim ka thonë që këto janë 6 parimet e mia, edhe nëse ti i plotëson këto 6 parimet e mia të cilat janë të rënditura, atëherë ne marrim pjesë në votim, por nuk kanë kërkuar hise në vendimarrje. Do të thonë, unë mendoj që AKJ-ja dhe PDK-ja kanë dhënë një lloj qëndrimi karshi bisedimeve me Albin Kurti, dhe pse të jem të sinqert, Albin Kurti ose Lëvizja Vetëvendosje nuk është që ndonjëherë ka pas interesim me bë bashkëpunim me Partinë Demokratike, sepse ne e dim, ai vetë disa herë ka thonë që do të ende mu reformu, dhe krejt këto çfarë po thotë dje ose çfarë ka thonë partja në konferencë për shtyp karshi PDK-s, mendoj që janë retorikë që don me dëmtu PDK në kuptimin që ja këta unë po i los, po ja këta nuk po marrin pjesë në zgjedhjen në zgjedhjen nuk po marrin pjesë për votim presidentin, ndërkohë që unë nuk mendoj që një parti politike parlamentare ka obligim me ja votu Albin Kurtit pa marrëveshje politike, sepse Albin Kurtit në të kaluarën leçi s'ka votu asnjë vendim ose asnjë zgjedhje që është bërë në kuvendin e Kosovës, po ne jem këtu, jem dëshmitar që përkundrazi janë gjua ato institucione, janë mu pengu ato procese. Ne e dim çfarë ka ndodhur kur është zgjedh presidenti Hashim Thaçi, domethënë gazi Locialc mrena jashtë nuk është ndarë. Domethënë kjo nuk ka të drejtë. Tash jemi në një situatë ku lidhja demokratike ka hyrë në negociata. Domethënë ndoshta edhe për shkak të presionit që pati lidhja demokratike, po t'jem të qartun me gjithmonë lumirin e kumpa si ma tapërt me Albin Kurti, se sa me parti tjera parlamentare që janë opozit. Për shkak se ne kemi pa dhe ma zgjedhjet të shkurtit të 2025, pavarësisht kërkesës që është bërë, ose një farloj presioni që opozita të bënd bashkë dhe ta bojnë atë kohë qeverin, lumiri ka qenë aj që nuk ka dashë. Dhe më thonë gjithmonë antenat e Lumirit, po thëmë Lumiri, nuk po thëmë LDK-ja, po ajo është kryetari LDK-s, antenat kanë qenë të drejtuara nga dëshira, nga Lëvizja Vetëvendosje. Dhe tash jemi në këtë pozicion ku LDK-ja ka hyrë në bisedime, dhe jemi në një moment që LDK-ja me të drejtë, tashme që jemi në këtë situatë, me të drejtë po kërkon pozitën e presidentit. Po, a ka LDK një emër? A vazhdon të jetë emri i Vjosa Osmanit si presidente? Problemi i LDK-s që nuk e ka sqaru çështjen angelën sërish në emrin e Vjosa Osmanit, të cilën e dim që e ka refuzu Albin Kurti, dhe unë nuk menoj që mund të ndodhë që Vjosa Osmani të bëhet president, sepse nuk e ka pranu në herë dhe nuk ka arsye me pranu as tash. Më thonë, kjo është nështë ta problemi që LDK nuk po është ma e qartë, me thonë,
po, ne jemi për president, Vjosa Osmani ka hesh dorë dhe ky është emri i LDK-s. Do me thonë, tjetë edhe për opinionin publik, tjetë ma qartësi. Shpesh herë ne i dëgjojmë ato konferenca për media që i thonë kryetarët ose zyrtarët e lartë të partive politike, po nuk ka thelb, ose nuk ka përmbajtje që ne mund të kuptojmë qartë çfarë ka ndodhë në ato takime. Ma shumë ka kamuflime, jo do takomi, jo jemi taku, jo na vy një presidenti ngrat, jo, dhe me thonë, nuk ka qartësi nga asnjëra po. Në anën tjetër shumë Albin Kurtin, që në njëjtën kohë është në negociata me LDK-n dhe të njëjtën kohë flet, i lut, i kërkon PDK-s dhe AK-s me shku në takime. Dhe me thonë, kur gjo të sinqert nuk përshon në këto bisedime. Po tash. Shqipar sigur ta votat, as LDK-ja. Edhe herën e kalume i lëpjet të 3 deputet, po e pat përjashtua kën herën e kalume. Zoti Smakiqi, dje në presin këshën edhe 2 deputet nga levizjave të vendosur dhe të njëjtit po ashtu thanë që nuk e dinë se cili është emri i LDK-s. Ndoshta kjo është edhe pak problematike për t'i quar këto bisedime tutje, sepse nuk ka një emër. Po këtu, si me thonë, taktika, pra, ka mos besueshmëria, po munges besimi ndërmjet këtyre që po negociojnë, pra LDK-s dhe vetëvendosjes, ata nuk po i besojnë njëri tjetrit, mandej kandidatja që ka qenë për president, ka qenë pjesë e koalicionit nga 2021 deri kur e kryti mandatin, pastaj u përzë nga koalicioni, sepse aja pati një sukses kur antarëse Kosovë në bordin e paqes dhe pati takimi direkte me Donald Trump, të cilën dëshirë munges respektin arenën ndërkombëtare ka ky individi më i votuar. Pra, këtu me të utën pajtona që aje dënë vetëm ushtrimin e kontrollit, pra edhe në presidencë, përmes një presidenti i cili fare nuk do ta përfaqësoj Kosovën në arenën ndërkombëtare dhe do ta instrumentalizoj dhe kur t'i vijnë ftesat, qoftë për shtëpi të bardha apo në samitet e nivelit të lartë, të shkoj të detyrohet bashkësia ndërkombëtare të aftoj këtë. Unë mendoj që tu e ka këtë problemin nështë pak edhe për te... Edhe me politikën e jashme tjetë levizave të ndosë munges deficit se nuk e respekton bashkësia ndërkombëtare këtë person që Kosova e voton. Pra është një anti-amerikan i thekur që populli e voton. Pra populli ma pro-amerikan që proklamohet në Evropë, e voton një anti-amerikan dhe kjo anti-amerikan e ka derën mbyll në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, LDK-ja në qoftë se e imponon Vjosa Osmanin, do të rritet në zgjedhjet e ardhshme. Në qoftë se nuk e imponon dhe gjenje ose pajtohet me një president që i ngros zemrat, s'po dim çka është ai që i ngros zemrat, nuk është presidenti i ngros zemrat. Presidenti është shefi i shtetit, shefi i Republikës, komandant suprem i FSK-s, ka disa kompetenca ekzekutive, gati 30 kompetenca gjysmë ekzekutive bashkë me qeverin, pra është një president, nuk është ceremonial. I emron gjyqtarët, i shkarkon, i emron prokurorët, i shkarkon prokurorët, i emron kryprokuror, e dekreton fakt formalisht. Pra ka shumë kompetenca të cilat nuk mundesh me injoru si pozit. Ky po don kriteret i ka përcaktuar ky. Shkon negociata me kritere me zemër të ngrohtë, me shoqëri civile, me i njoftun, por jashtë partive politike. Pra, e kemi shoqërinë civile. Marrim një përgjigje, besoj që Emën e kemi edhe teknikisht gati tash. Ema? Përshëndetje, ta po dëgjojnë atash? Po, tash po dëgjojmë shumë mirë, ndoshta ta patë mundësi që ta dëgjosh edhe pyetjen që kishim më herët, reagimin e GLPS, si është këtë situatë? Atëherë GLPS ka pasur të nevojshme që të reagoj marrë parasysh edhe të ditur që kemi faktin e ditur që sot është afati i fundit për konstituimin e kuvendit. Duke bërë kështu thirrje lëvizjes dhe vendosjes si partia e parë dhe të bardhëse përgjegjësisë për propozimin e kryetarit të kuvendit, po edhe partive të tjera parlamentare për ndërmarrjen e gjitha hapave të nevojshëm që sot të përmbyllet ky si proces. Në të kundërtën, kjo do të ishte shkelje e hapur e kushtetutës dhe papërgjegjësi institucionale, por në të njëjtën kohë edhe papjekuri politike. Mirë, desha të qarojmë pak edhe këto procedura cilat tha më herët, konstituimi i kuvendit ka të bëjë asgjë me formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit. Pra e dim që kemi mundur që ne dje të kishim një konstituim të kuvendit, pastaj ndoshta të vazhdojnë edhe bisedimet se ka afat ende besoj për formimin e qeverisë dhe për këto koalicione cilat mund të bëhen.
Po, gjithsesi, duke qenë se konstituimi i vendit është parakusht edhe për formimin e qeverisë dhe për zgjedhjen e presidentit, sigurisht që duhet të vi i pari dhe ka dhe afate kushtetuese për këtë gjë. Dhe pas kësaj sigurisht që mund të formohet edhe qeveria në momentin që presidenti apo shtrusja detyrës së presidentit të tanishëm zhvillon bisedimet me koalicionin apo partinë fituese dhe brenda 15 ditëve duhet të shkojë në kuvend për votim. Ndërsa sa i përket çështjes së presidentit, tashmë kemi edhe një gjykim të gjykatës kushtetuese që kristalizon këtë pjesë në plotësinë e saj, duke thënë që prej momentit kur konstituohet kuvendi ka gjatë 10 ditë afat që të zgjedhet edhe presidenti. Pra për ne kjo arsyetimi i djeshëm është i pajustifikueshëm, marr parasysh faktin që këto bisedime është dashur të zhvillohen shumë më herët dhe jo në kurriz të konstituimit të kuvendit, pra të përdorën si arsyetim marr parasysh jemi në afatet të ngushtë, pasi që e dim që sot në mesnatë përfundon ky afat. Dhe për më tepër të dëgjova më herë që kanë paralajmëruar për sot disa bisedime, por dje nuk e kemi pa këtë gjë dhe nuk e dim se si do të ketë epilog kjo çështje deri në fund. Mirë, e marrë një pyetje të fundit, diçka përçaruara se ka huti, ka verzione të ndryshme si zakonisht, tashmë Alberina Haxhiu është betuar si deputete. Kë kemi presidente ne për momentin? A vazhdon të jetë ushtruese e detyrës Alberina Haxhiu? I kemi dëgju shumë versione, nuk i kemi qartë duke qenë se është situate pa precedent, po gjithsesi ekziston parimi ndarjes së pushteteve që dy pozita nuk mund të ushtrohen. Njëjtë kemi thënë dhe më herët për çështjen që një ministër nuk mund ta ushtrojë edhe funksionin e deputetit, por që mbetet e paqartë. Mbetet e paqartë edhe për neve. Jo, nuk kemi president. Që t'ja sqarojmë, neni 14 rregullores të kuvendit thotë që kryesia e kuvendit, kryetari i kuvendit e humbin mandatin në momentin kur fillon mbledhja konstituive. Pra, pika neni 14, pra rrjedhimisht s'kemi presidente. VV thotë se e kemi Alberina Haxhiu, kështu që Po, VV janë partia anarkiste. Mirë, ta falenderojmë Emën sepse besoj që i pret shumë punë edhe me këto thirrje që kanë duke tentuar që konstituimi i kuvendit bëhet sot deri në orën 12. Ema, të falenderoj shumë. Përshëndetje. Mirë, do të kalojmë pak tek Teuta, të marrim një mendim, u paralajmërua që do të ketë një takim mes VV-s dhe LDK-s në këto momente që po flasim, po pritet që të ketë diçka apre që mund dakordohen për këto pozita për cilat janë diskutuar deri sot dhe me aq sa ka kuptuar PSD, çfarë për kërkon LDK-ja? Unë s'kam qare pa janis me një kritik të madhe për opozitën, çka ka mendohë sot në takim 12, unë dyshoj që ka mendohë diçka e re, në kuptimin e që shpequin këta zgjidhje, e që të konsiston në problemi jonë me çka nuk kupton zgjidhje. Për derisa na mendojmë që me një pushtet tillë antidemokratik, thënë se lehti, nuk do të me kërku zgjidhje. Këta në këto takime po shojnë mundësi se si me ndonë një farë formë pushtetin. Pra, në emën të një farë balancime të pushtetit, këta po kërkojnë hise, e që kjo një farë mashtrimi. Pra ndaj kjo pyetja juj për çka presim në orën 12, në shtanë me të përgjigj është që kur gjë që nuk i përmbush kërkesat e kurtit në këtë rast. Do me thonë, nuk ka me Duket kemi një problem teknik, s'po e dëgjojmë Teutën. Do të ketë, do me thonë, sukses si pas temave tyne. Por, mos të harroj, edhe negociatat për ti pushteti. E që kjo është edhe problemi që na e shohim që nuk mund është mrena një konstrukti që është i ndërtuar me rregullat e pushtetit ti me gjetë zgjidhje. Dhe në anën tjetër, ti je një opozit që dush me ndërtu fushën tënde, ku pushteti nuk ja del dot. Nëse ai të shantazhon ty me zgjedhje, ti nuk dush me uni shantazhun prej zgjedhjeve. Nëse ai thotë që ti po mblokon, ti dush me kon okay, sepse ti po don me blloku një pushtet tillë. Ti detyra e një opozitari është me blloku një pushtet antidemokratik. Dhe kjo nuk duhet me qenë
nuk do të me qenë shantazh ose kritikë ndaj opozitës. Kjo është dash me konë karta kryesore e opozitës. Dhe pastaj, kur këta po kërkojnë balancë pushteteve dhe takimin e presidentit, pse u bëka me presidentin balanci pushtetit? Nëse këta opozita parlamentare për një me ishin konë të interesum me bu balancë pushtetit, kishin kritiku, e kishin pengu, e kishin sakrifiku për me undalë zgjedhja krye prokurorit. As një fjalë, as një zon, as një deklarat, as madje me vënu dyshem për punën e këtij krye prokurorit. Do me thonë, as një fjalë për këtë krye prokuror, cilën lëvizjave të vendosje nuk e priti minutën për me dekretu, na e dim çka ndodh kur ata nuk pajtohen që ju shërben atyne, pra u kuptu qarta nga reagimi vetë vendosjes, nga përshëndetjet dhe dekretimet, që kjo krye prokuror, kam ju shërby këtyne, ndonë se ishte një krye prokuror që këta i kishin denoncu ma herët, si u bë njeri më i denjë për qenë në kryet organit akuzës. Do me thonë, kjo është organi ku ti dush me kërku për balans pushtetesh. E qartë. Mirë. Por, këta nuk thanë asë një fjallë dhe tani thonë presidenti. Pse presidenti? Pse u bo presidenti kaq i rëndësishëm për momentin? Veç pse u kuptu që mundet me qenë si veks për blokad për ma shumë pushtet për vete, kjo është shqetësimi jonë shumë i madhë. Edhe me thonë drejten, zhgënjimi shumë i madhë me këtë opozit që jemi të shku në cikël për sëritën zgjedhjeve, gjendja e jashtëzakonshme, është kthy normalitet në vendin tonë dhe kjo opozit nuk e nxjerrë mësimin. Prap s'ka me nxjerrë mësimin dhe prap kemi me shku në zgjedhje, tu mos e nxjerrë mësimin. Në vend se këta me thonë që na, sa herë ka nevojë kemi me shku në zgjedhje, derisa të dobësojmë një forcë e cila do me kontrollu secilin institucion, këta këshirin me u do konstruktiv. Konstruktiv e në këtë konstruktivitet përfitojnë veç ata që janë të fortë. Në këtë moment, i fortë është veç Albin Kurti. Po, Teuta, në fakt, jo shumë konstruktiv po del të jetë PDK-ja, si pas informacioneve, pra Kurti pas ka dërguar ftesë tek liderët politik për një takim sot gjatë ditës, apo themi kështu pas dite, dhe shohim që Bedri Hamza i ka kthyer përgjigje përmes një letre, ai ka shkruar vetëm se falë, po se të ndërpreva, po konstruktiviteti i PDK-s që pequni jo, ose mungesa e ti në këtë rast, e di ironinë, e kuptoj, ki drejt, po që ka përdu me thonë është që këta e kuptun që Kurti nuk i merë në qeverisja. Këta ja u ka bët qartë edhe në deklarime publike, ja u ka bët qartë edhe brenda takimit. Mos harroni që në takimin e parë, ku mori pjesë Zotri Hamza, hyri me qëllimin që të flasim për gjitha një pako, do me thonë një marrëveshje në pako ku flitet për gjitha opozitat, dhe doli mas tej tha jo tash opozit, se ai nuk i mori. Tani është let me refuzu kur nuk i merr. Është shumë let me qenë parimor kur nuk po të sfidohet parimësia. Të dëgjojnë se cila ka qenë përgjigja e PDK-s, sepse po flasim për aktualitetin dhe pas asaj që ka ndodhur në seancën dje, dhe ka qenë kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, i cili është përgjigjur me letër ashtu që tham, duke falendëruar për ftesën dhe letrën për takim. Në përgjigjen e tij, Hamza rithekson se qëndrimi i PDK-s është bërë i qartë gjatë takimit të 10 korikut dhe në përgjigjen zyrtare të 3 gushtit. Ai thekson se për shkak të dallimeve programore dhe konceptuale, PDK nuk do t'i bashkohet qeverisjes dhe do të ushtrojë rolin e saj në opozit. Megjithatë, PDK shpreh gatishmërinë për të kontribuar në forcimin e demokracisë, mbrojtjen e interesit shtetëror dhe përfaqësimin e interesave të qytetarëve të Kosovës. Në letër kërkohet që në përputhje me afatin e përcaktuar nga gjykimi i gjykatës kushtetuese të ndërmerren hapat e nevojshëm për përmbylljen e konstituimit të kuvendit dhe hapjen e rrugës për formimin e institucioneve të reja. Në fund, Bedri Hamza thekson se Partia Demokratike e Kosovës do t'jap kontributin e saj për konstituimin e kuvendit. Afërdita. Nuk është asgjë nga ajo që kanë deklaruar deri më tash. Do të thonë, çaj që është thënë deri më tash nga PDK-ja vetëm kur ka thënë në mënyrë të shkruar, se unë s'po shoh diçka të re. Po mirë. Ky është, unë e thash edhe më herët, ky me qëllimi i lëvizjes vetëvendosjes që nesër mas nesër, edhe që unë menoj që zgjedhjet janë të pashmangshme, me gurin të parti tjera që jo këto s'kan dashur me kriju institucionet. T'jem tash për publikon.
nëse Albin Kurti ka vullnet politik mi kriju institucionit djeu dash mu kriju institucioni i kuvendit të Kosovës, sepse me legj, me kushtetut të gjithë dim që kryetari i kuvendit i takon partisë e cila ka dal e para në zgjedhje. Dje ka mujt mu kriju institucioni i kuvendit të Kosovës dhe pastaj let vazhdojt me negociata për president, sepse në zgjedhje kemi shku për president, Kurti nuk ka nevoj për vota për qeveri realisht se i ka votat, po me qenë se është çështja e presidentit, atër LDK-ja ka të drejt me kërku presidentin, ka të drejt me kërku pilot kushte, me qenë se aj nuk i ka votat. Por që të cenohet institucioni i kuvendit dje, pa të drejt, të mos zgjidhet institucioni i kuvendit, kjo është e qëllimshme vetëm nga Albin Kurti. Kanë mujtë mu kriju komplet dje edhe pastaj. Ne kemi pas ajta nëse u kujtojt në vitin 2020 apo në 2021 nuk e di sakt, kur pa të zgjedh Glauko Njuhcen kryet parlamentar, pastaj pa të Dorheqaja, pa të qut, më thonë, ka praktika të tilla, nuk është diçka. Se të garanton, se mund të Jo, ka praktika të tilla që zgjedhjet e institucioneve kuvendit, nëse nesër ose pas nesër ishin marrë vesh me LDK-n për institucionin e kuvendit, kushdo që ish kryetar, kush me dha Dorheqe dhe me ja dhon sërish posti, se shtu kanë bërë në të kalurën, po nuk ka vullnet politik. Unë menoj se këto janë lojra të Albin Kurtit, po e shantazhon LDK-n, sepse është... Po e shantazhon LDK-n, LDK-ja pat një kuvend, të gjithë e dim që Lumira Abdiqiku situata qysh ishte në LDK, dhe e ka momentin me shantazhu LDK-n për shkak të që thuhet që LDK dhe vetëvendosje mund të jenë më të përta për një koalicion të mundshëm, sepse ka një shtrat elektorat që sillet tani e krinej. Pra, po realisht, unë shoh vetëm lojra të Albin Kurtit që nesër, pas nesër, do i pajsoj këto parti politike, se që unë ju qova letër, i thira, i takova. Situata paka shumë e njëjtë se si që kemi parë. Jënë libra të lexuar. Mirë, Zotin Smaki, që pikërisht është edhe kjo pyetja më herë që doja të bëja, që ndoshta mos konstituimi i kuvendit, kërkesa e Kurtit për më shumë kohë, a është një lloj, po e themi në thojza shantazhi, presione që po i bëhet LDK-s, që të ketë një koalicion, se ndoshta besoj që LDK-ja nuk e di nëse i konvenon të shkojnë në zgjedhje pas gjithë kësaj situate të krijuar, qoftë brenda, por edhe me rezultatin e zgjedhjeve. Problemi është që, fatkeqësia është që nuk kemi një blok opozitor, pra ndoshta këtë uta ka drejt, që të gjitha partitë, pra dhe LDK-ja, për sa i përket papërgjegjshmërisë, po themi, se po e hiqet metaforën në shëndetit mendor një personi, i cili nuk preton ta qoj vendin e zgjedhje dhe refuzon 50%, refuzon 47%, refuzon 53 deputet, 57 deputet, për nuk i duken kur gjë, pra nuk kemi një blok opozitor i cili, përveç mjetëve demokratike parlamentare, ndoshta do duhet të sheshnim edhe reagime tjera, ndoshta gjysmë parlamentare, për shembull të qëndrojnë në sallë deri në ora 23, 59 sonte, pse nuk e dina ku janë deputet, për maki janë Shënxhen, për maki janë Dorës, për maki janë në Shqipëri, pra nuk kanë kurrë përgjegjshmëri për këtë vend. Pra nuk kemi një blok opozitor. Përndryshe, në qoftë se LDK ka hyrë negociata dhe dështoi negociatat, pavarësisht ai nënshtron ky as, nënshtron me trikat e tij, me taktikat e tij, sepse është tërësisht partner i pabesueshëm. Pra negocion me ty për me hinë koalicion me ty dhe kur vjen seancë thotë nuk e propozoj fare kryetarin e kuvendit edhe pse me kushtetutë i takon. Pra, kjo është për te shantazhi, është një treg shumë i rëndë, është një partner tërësisht i pabesueshëm. Unë mendoj, si hinin koalicion, si hinin nuk ka me pas sukses, as që thot populli jonë bereqet. Sepse, kur jeni nuk i besoni njëri tjetrin, nuk jeni korrekt me njëri tjetrin, mund bëni marrëveshje sot, por mas 2-3 javë mund ta prishni. Pra në qoftë se këta marrin pozita ekzekutive, mas 3-4 muaj do t'i përzesë si ka përzë Agim Veliun. Pra në qoftë se ja imponojnë këta Vjosa Osmanin për president, këta e kanë një fitore që te elektorati LDK, që ka shku vetëvendosje, mund me thonë, unë gjallë. Lidhja Demokratike e Kosovës. Përndryshe, këto dy parti kanë një negociata, nëse dështojnë përgjegjësinë për me shku në zgjedhje e kanë këto dyja. Dhe nuk e kanë as PDK, as AK. Jo, gjitha, dhe këtu më parë PSD-ja përveç video në Facebook nuk po delë ma me bo performanca, pra PSD-s këna prit ma shumë. PSD-s është parti parlamentare. Apo bune për partit parlamentare. Gishtin të ta kemi fillimisht opozita, pastaj ka ta që janë... Sa një kritik që pisulmojnë shumë opozitën, a vetë nuk po dolin ma në rrugë, edhe pse ju kesh hije i banin performancat fantastike. E kanë treguar arsyen, e kanë treguar. Mita, dhe zhema kupitën pastaj. Sa është i sinqert tregon mënyra se në ndërkohë që është në negociata me LDK-n, del edhe i lut
po dëkën edhe akën. Në çfarë forme nëse analizohet kjo i bie se me dalë me një partnerë me lutën një aty aty. Se kjo e bët ma pa komplekse. Do më thonë, këtu kallëzon që nuk ka... Donë shumë martesa, kjo poligami. Nuk ka sinceritet dhe nuk ka ndonjë, unë nuk pres ndonjë rezultat nga këto negociata. I pëlqet tradhtia. Nuk e dim aty se çka po tenton. Mirë, na ndihmon regjia edhe një herë me reagimin e zotrit Voti dhe pastaj dëgjojmë. Ja të na ngupull. Ka negociu që 3-4 takime me LDK-n dhe deri se letra PS dhe PDK-s. Pra, llogarit me kanë kitë bajsh. Pastaj po thojnë po na lirojnë. Çka me shku PDK-ja, ç'a ndodh me LDK? LDK-ja do të më kthjell në qoftë që të shantazh aty dhe është partner tërësisht kësaj tradhtori, do të më dol me thonë në ndërprerje negociatat se tetërsen po bolam, tetërsen po thot. Duke që Arjan Gjini nga Alianca ka thënë që nëse mbajmë një takim, do t'jetë takim i hapur për media. Do të thonë një studio televizive, ka thënë. E ka thënë këtë që donë që gjithçka t'jetë publike, sepse ka shumë uti se çka po diskutojmë për 3 orë dhe në fund po dalin pa një marrëveshje. Pikërisht për këtë që folëm më herët, reagimi Abdullah Hotit nga LDK thotë se po i përcjell qëndrimet e VV-s, LDK ka vullnet, por duke shantazhuar me zgjedhje sa rrihet asgjë. Pra të ut kjo çështja se nëse edhe mos konstituimi i kuvendit ishte një lloj shantazhi që ju bë LDK-s, tani LDK prap do të shkojë në një takim tjetër. Shantazhi funksionon përderisa ti ndihesh i shantazhuar. Kur nuk ndihesh i shantazhuar, nuk funksionon shantazhi. Kështu që problemi këto nuk mujna me konstatu që është veç në anën e Kurtit për shkak se na atë e kemi identifikuar ideologjikisht ku qëndron. Dhe prej fillimit e thamë që ai është një lider antidemokratik edhe i cili qeveris përmes kontrollit. Tash, me kërku po me të njëjtin, me rezonu ndryshe që ai me ardhë në termat e tu në fakt kjo s'pëndodh për shkak se në një opozita nuk ka shfaq asnjë qëndrim ndryshe thelbësor prej këtij pushtetit, edhe në anën tjetër se ju dëgjova teksa e lexonit letrën e zotri Hamzës, fjalë kyçe për mua kanë na do të jemi parimorë dhe konceptual, dhe me demek sepse jemi parimorë dhe konceptual nuk shkojmë takem. E qysh a nuk ketë parimorë dhe konceptual para një jave gjys kur ishit në takim me ta, apo vetëm fakti që s'ju morin pushtet, tani konsiston në parimet edhe në konceptet e juja, se është shumë lehtë me lujt moralin me një moment kur nuk ka të vetë kërkosh mo. Ja na pe dim që zotri Kurti s'ka dhënë me marr PDK në pushtet. Mirë, po. Edhe në ndërkohë që kjo është situata që shumë lehtë mundesh me e luftarin më të rrezikshëm kësaj loje, po në ndërkohë ai ka qenë loje krejt. Kështu që duhet me kuptuar që ndërprej, veç që ta bëjmë si bashkëbisedem, ishte që kur shkon me bë bashkëbisedim se unë 2 herë mundova me marr fjalën edhe s'mujta. Nuk di jam dëgjoj në qendrimin e saj. Domethënë pe atij momenti kur ka thonë që unë do mes në opozitë, po DK-ja është ka met në qendrimin e saj. Me shku në opozit prej zorit, kjo nuk është me dash me bo opozitarizmin, me një vetëm për kontroll një pushtetje antidemokratik. Fakti që jetu lyp hise në pushtet, se po lyp hise në pushtet me një pushtet autoritar. Qysh a bën me ma shpjegu dikush qysh mund është me lyp hise, me ndo hise, me një pushtet që don kontroll. Kontroll, të më ti po lyp hise mrena një kontrollit, po kjo s'ka logjik, kjo s'ka kuptim. Kjo fjalë dish për një palakmi dhe një nevoje me po që me që kontrollin komplet. Esenca është Jo, m'fal. Ti duhesh, nëse je parimore konceptual, gjithmonë sipas Hamzës, ti duhesh bashkë në çdo terma me operu edhe me kritiku për kapjen e kryeprokurorit, asnjë fjalë nuk e kanë thonë. Që to prish balansi institucional, bashkë pse kanë kap kryeprokurorin. Këta asnjë fjalë te vendi ku bëhet kjo punë. E në ndërkohë e kanë kuptu që vegza e presidentit mundet m'ja mundësu një loj me vonu në kohë, në ndërkohë që kjo po e shtrin autoritetit. Mos harani që Kurti, hel bije 4 deputet, hel hyp 4 deputet. Po, asnjëherë nuk u nalë së shtriari kontrollin. Ai ka shtri kontrollin të në andë, edhe ka me vazhdu me shtri, në ndërkohë që këta mendojnë që do fitore të vogla të momentit, kanë me përfitu në kohë. Ama përfitimi këtyne, edhe këta s'pe thëmë prej shefit, pe thëmë prej mërzis, edhe nervozës,
përfitimi këtyne po del me qenë kurrez venit, se këta ja kanë mundësu një lideri autoritar me u duk normal. Një lideri autoritar nuk i shkollë në takime, nuk i shkon në takime rëheq, e lem vetë të të prit, e lem vetë të të prit, e lem vetë të të prit, e lem vetë të të prit në takim, e lem vetë. Kërkush nuk e takon liderin autoritar. E kur e takon, i bjen që jetu dash me bo pache me ta, e prej kësaj pache e përfiton ai që është ma i forti, ati që i vyn pache, ati që i vyn edhe për imazhin e tij. Ati po i vyn votat, ai është edhe në interes të takimeve me parti tjera opozitare, se po e dim që ngërshi tek çështja e presidentit mbeti pikërisht kjo që nuk i pati votat, prandaj nuk është situata. Nëse folim për rolin e opozitës, na kemi qenë kritik vazhdimisht për opozitën, për mënyrën se si nuk ka reagu. E kemi thënë shumë herë. 500 herë kemi thonë se na ka dhënë mundësia, do të thonë nuk ka reagu, nuk ka bë atë opozitën, çfarë është dashur me bë. Po në rastin konkret, nëse po folim për parim, unë mendoj që PDK-ja ka qenë do të thonë konstante prej momentit që ka thonë që unë kam e kanë në opozit. Merë pjesë. Vish pak, falë, se nuk mund është një deklarat me marrë dhe me e ditu diqysh me thonë kom e qenë opozit. Ka hin ta kem, të thonë që na po hina për mu marrë vesh për krejt pozitat. Kurti nuk ja u ka dhonë pozitat, nuk i merën qeverisje, edhe këta dalin, këta dalin dhe thonë, hyri me kërkesën për me marrë pjesë në qeverisje, edhe doli si opozitar. Nuk mund është me përdor kapelen e opozitarizmit, vetëm prizorit, vetëm kur ai s'po të merë. Nuk mund është me u dok parimor, masi ai nuk po të merë. Do me thëmë, parimësia nuk kupton që ty s'intereson dhe për kundër rrethanave dhe pavarësisht rrethanave ti e ki pozicionin tanë që nuk bashkëpunon me një njeri që ata e kanë qujtë të rrezikshëm. Do me thëmë, ata e quajnë Kurtin të rrezikshëm veç në fushat. A i bjen këta që këta kritikën anti-autoritarizmit e kanë vishë për fushata? Se kjo është këgja e rrezikshme dhe kjo e bën opozitën parlamentare këgja shumë pjesë të kësaj skenës që e kanë dëgjuar pikërisht. Jo, po kjo është partia që ka marrë mas shumë të vota, pra ata me lëvizjen vetëvendosur. Ka lidhje, nuk bën na me kur vetën kritikën o drejtën tonë, veç për faktin që s'kem vota. Nuk ka lidhje që s'kem vota, e drejta e fjalës, fjala, fuqia, e drejta argumentit. Lufta për to. Mos harro që një problem që opozita e ka, për fjallë që i thot, edhe ato që duken drejta, asnjë hap nuk e bën me i realizu në kuptimin e aksionit e protestës. Asnjë hap nuk e bën në kuptimin e artikullimit. Zgjedhje që të shkojmë në zgjedhje. Zgjedhje që të shkojmë në zgjedhje. Gjithmonë. Edhe në këtë situatë që jemi. Çdo situatë e cila këqyr me normalizu një lider autoritar, antidemokratik, në përherë duhet me destabilizu, përherë duhet mos fejton më rahatu në ato opozita, përherë. Edhe kjo është luftë e gjatë, edhe tash e di që unë e kuptoj nevojën e njerëzve për një farë zgjidhjet momentit. Po zgjidhjet e momentit, nuk janë zgjidhjet vërteta, edhe rrezikoj me u bot përhershme mas nej. Këto zgjidhjet e momentit që t'jalojmë një herë Kurtit se e ka shumicën, e mbas ne e këshyrëm na fitojmë pak ma shumë votë. Zgjidhjet e momentit, zgjidhjet e zorit kanë me u duk nesër normal, edhe gabimi, faji ma i madh që na si akter publik e politik mujna mja bo këti veni është me normalizu këtë situatë. Me normalizu këtë situatë. Kështu që në vend se me shtru pyetjen a ka zgjidhje sot, na duhet me kërku vazhdimisht si njerëz opozitar që jemi, bllokat përhershme të një natyre të tillë autoritare që këshyr me u shtri në krejt porët edhe institucionet e shoqërisë. Mirë, kemi një deklaratë, regjia nëse ma konfirman, është me Fail Bajqinovsi, nga lëvizja vetëvendosje. Nëse e kemi gati, po e dëgjojmë bashkë. Ne jemi të hapur, e ka thënë edhe kryeministri dje në deklaratën e tij, që jemi shumë të interesuar që vendi mos shkojë në zgjedhje, dhe po besoj që opozita do të reflektojë dhe do ta kemi përbërjen komplete. President, ne për qeveri kemi votat edhe për këtë argument, për kemi lënë hapur që të merrem.
Zjani kryetarin e kuvendit sot nëse s'keni marrëveshje me Abdigjikun edhe dini çka ndodh nëse pas 12-ve nuk ka. Unë nuk besoj që edhe pas 12-ve ka ndonjë pasojë, unë besoj që edhe ditëve në vazhdim do të ketë mundësi që të kemi një. Do ta çeni në kushtetuese apo keni ndonjë interpretim? Jo, nuk besoj, nuk ka nevojë, por presim që të kemi marrëveshje politike dhe vendin më shkëlqyer. Kryeministri Kurti ka thënë ne kemi sa më shumë interes që sa më shpejt i krijojmë institucionet dhe ta kemi presidentin konsensual, pra apolitik. Ditë që së gjatë ditës mund të taku Kurti me Abdigjikun? Nuk e di, nuk e mohoj, por mund të ketë. Takimet do të vazhdojnë, nuk duhet ndalen dhe kryeministri ka thënë këtë. Mirë, tha që mund të ketë takimet po vazhdojnë, ndërkohë që tha që pas orës 12 nuk besoj që do të ketë ndonjë pasojë për atë se për cilën po pregosemi gjithë shkojmë zgjedhje pra, pa përdit. Ose zoti Smakiqi se ka folë më pak. Po jo, është edhe pika në 143 këti gjykimi numër 124/25 që ka sqaru, po në pikën 129 që thotë që do të ketë, duhet brenda 30 ditësh pas certifikimit të konstituohet kuvendi. Pra është një interpretim që ka bëjë Gjykata Kushtetuese dhe rrjedhimisht i bie që ora 23:59 e konsumon afatin 30 ditor, këta shumë keq që thirrën në fund të afatit dhe e kemi thonë, e kemi ritheksuar se po dëshirojnë me kriju si drama, por pika 143 thotë nuk është thonë domosdoshmërisht që duhet të krijohet pasoja e shkurjes në zgjedhje. Pra, Gjykata Kushtetuese e kalon një dritë të vogël që mos të shkohet në zgjedhje, por kjo do të varet shumë edhe nga konstelacioni politik i partive opozitore, se mund ta çojë dikush në Gjykatë Kushtetuese, pra mund ta çojë ndoshta vetë dhe vetvendosje se po dëshiron që ti harxojë dy muaj që zgjedhjet e jashtëzakonshme pra të katërtat me radhë të bien në dhjetor dhe ta korr rezultatin e diasporës. Pra mendoj që kjo është një trik, por e keqja më e madhe ashtu që Lutëkëja do të me qenë shumë ma transparente, jo e sheni qëfar diktatura është lëvizjen vetvendosje, deputeti votuar dhe që del në publik, se na nuk e njohëm 47 deputet vetvendosje, Virginia 3-4 i njohëm, se nuk e dina kush janë. Jo, na i njohim gjithë. Jo, unë si njohë, unë nuk isha kur televizor, nuk isha që bojnë pyetje parlamentare, nuk i vetë kërkush kur gjatë, dhe ky zotri, Bajqilovci, nuk e din për kritorin e vetë, ako takim kur Kosova s'ka institucione. Pra, jemi në duart e vetëm dy njerëzve. Dy njerëzve, pra Abdigjikut dhe këti me bjerë në Kurti që quhet, dhe nuk di kur gja Kosova se çka po bëhet. Pra jemi totalisht në vakum institucional, nuk kemi thash komandant suprem të FSK-s, sonte me pas luft s'kena komandant, nuk e dina kush e komandon FSK-n, kush e japurna, sonte pra këta patriotat që po thojnë, atër do të mja nisë me luftu edhe herë ku ja këna nisë në drenicë në vetë, kështë në mënyrë jo institucionale. Prandaj, na kanë lënë pa mbrojtje, na kanë lënë pa institucione, na kanë lënë pa kuvend, na kanë lënë pa qeveri, pra me një farë mënyre jena të kupuar. Unë e kërkoj ndërhyrjen ndërkombëtare, sinqerisht kërkoj ndërhyrjen ndërkombëtare. Unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shtetet Unike, Britania e Madhe, Gjermania, Franca, Turqia duhet me ndërhy me nakfjell sepse jena një stat jo normale. E qartë, Janina Ymeri nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar përmes një statusi në Facebook, thotë se në pamundësi me zhbë këtë shtet, lëvizja vetvendosje detyrohet me thirrë seancën e radhës natën, po që ju a merr mendja mos me thirrë sot seancën, takimi i radhës si opcion i vetëm është sheshi. Si e kupton, Afedit? Po që kjo po bën thirrje për protesta dhe më të drejt po bën thirrje për protesta, Janina. Dhe është e çuditshme sepse një deputete nga Lidhjes Demokratike, po në ndërkohë që janë tu bë bisedimet për një koalicion. Bisedime dhe kjo tregon që LDK nuk e di më ai ka ata 18 deputet të gjithë një zëri ajo. Jo vetëm deputetja e Lidhjes Demokratike, po mendoj që tashmë ka ardhur momenti që partit opozitare duhet me marrë iniciativë dhe me dalë në shesh, duhet me fillu protestat. Nuk ky vend është ndërtu me një sakrificë jashtëzakonisht të madhe. Për koincidencë të tre na që jemi në panel, sot jem nga Drenica dhe të tre po besoj, kem përjetu... Edhe të uta? Po. Të tre e dim e kemi përjetu prej fillimit të gjithë shkaje ne e kemi përjetu. Dhe e dim se si është themelu ky shtet, me gjak, me sakrificë, me mund, me një bashkëpunim të madh të tonëve me komunitetin ndërkombëtar. Dhe tash me ardhur në një pikë ku shteti s'po dim ka po shkojnë, unë mendoj që rruga e vetme tash është vetëm sheshje dhe pajtona me Janinën në këtë rast që ne do të si qytetarë, edhe si qytetarë
të reagojmë, jo vetëm në për studio këtu ku po vim, se në për studio po themi mjaft, po ndoshta nuk e ka impaktin si që mund ta ketë nëse ne dalim në shesh. Avelit, mund themi që opozitën më të madhe po e bëjmë në për studio televizive, shoqëria civile. Po, duhet ka ardhur momenti që gjërat të shkojnë në një stad tjetër, pra duhet të protestohet, duhet që të ruhet rendi kushtetues. Përderisa na kemi për çdo ditë thyrje e përsëris të kushtetutës, të ligjeve, të rregullave, ne jemi të shku në një rrugë që po thyet, po shkelet rendi kushtetues. Do me thonë, është normalizu dhe këto nuk duhet me lonë na, si qytetar, mund normalizu se mund bo standard shkelja e kushtetutës. Të doja ta pyesja të utëna, mund të ndërlidhesh pastaj edhe me këto që i tha Fërdita, mirë po edhe për neve gazetarët, por edhe për qytetarët, është shumë e çuditshme se si shumë deputet që tashmë dje janë betuar, por i në heshtje, qoftë nga Partia Demokratike e Kosovës, a duhet dalin më shumë, a duhet prononcohen më shumë publikisht, japin arsyet e tyre përpas kësaj letre se pse nuk duhet të shkojnë në takim me Kurtin, qoftë edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërkohë që shohim se është një heshtje duke pritur gjatë gjithë kohës se cili është veprimi tjetër që do ta bëj Kurti, a? A mund të themi se... Nuk jem falë që po të bëngoj, pa nuk jem në asë një deklarat për shembull asë nga është Vjosa Osmani, që diri dje ka qenë presidente, tash është deputete, ajo është betu deputete, dhe të paktën ta jep një deklarat ose një ide caj për gjendje në të cilën është vendi. Të paktën për këtë debat ne kemi tentuar që të kemi edhe nga LDK, edhe nga PDK, janë arsyetimet jo me pushime, jo javën tjetër, jo sepse ata janë në fuqi. Unë nuk e di me çfarë pushime shkojnë deputetët sot, kur është e ditur që është afati i fundit për konstituimin e kuvendit. Do me thonë, deputetët duhet me konë të pranishëm këtu në Kosovë. Ja, ata të opozitit s'dosh me konë sot. Si s'dosh me flejt prom në përshpijat veta. Këtu të uta plët si shko drejt. Pra deputetet e opozitës, kur ju tani me shkel kushtetutën, do të menajt aty në sot. Jo me shku të me flejt shpe. Mirë, të ut? Kështu nuk mbrojt demokracia. Për gjitha këto. Kështu, me një kuptim shumë çuditshëm i marrë vesh deputetë e opozitës që s'folën se çka me thonë kur i kam partit, pa pozicione parimore, është shumë zërë me folti edhe me konvryshe pi partit cëllën supozohet që dush me përfatsu. Kështu që kjo nuk kupton mas në një betejt brendshme që tjetër muhabet. Kjo është rasti kur deputeti nëse ka të tillë që janë kundër çka po ndodh, kundër parimesh çka po ndodh. Edhe në anën tjetër mos harrojmë që një pjesë e madhe politikanëve në Kosovë janë shumë të rahatuar. Kjo vlen edhe për deputet, si të pushtetit po edhe të opozitës, cilët kur nuk janë shkput prej privilegjeve të kalumës, kur nuk janë shkput prej do farë nderësh që i kanë marrë të qenë që ato opozita etj. Po sa i përket punës të sheshit, se mos keq kuptohet, në shesh me dal po, mi thonë zonjës Janina në këtë rast, në shesh me dal po, ama jo në shesh me dal e mas nej me kërku, me formu institucione me këtë pushtet. Jo në shesh që jo nesër me u bo bashk, kinë se në emër të kësaj zgjidhjes, sepse marun prej krizave zgjedhjeve, me shku në përsëri në përtakime me provu me bas zgjidhje, me një pushtet autoritar. Kështu që, dhe ta kemi parasysh, që dalja në shesh, nuk është pozicion neutral ku të thirr për një bashkem edhe unitet. Dalja në shesh do të me qenë e polarizume skajshmërisht si kërkesë, ku te nuk pranon ma me bo diskutime me një lider autoritar. Hajde, që po e marim si të mirë qenë, që deri me sot, këto parti politike, po dhe qytetarë të anë mban, e kam po të mundshme mbase edhe nuk është ashtu si që Pezom ka thonë PSD-ja deri me tash, që nuk është nështë ta bash autoritare, nështë ta me një moment ka me ndru menën, tani e kemi shumë të formuar këtë figurë. Tani nuk ka më dyshime për këtë gjë. Dhe tani e momenti ku është tejet e qartë dhe prandaj edhe mundet me qenë kërkesë qëndrore e një proteste tashme, rreth cilës organizohen njerëz me parti e pa parti, edhe bojnë thirrje që me u kriju një situatë e re ku do më thonë, na do të me kërku me u kriju kushtet për një situatë re. Se situata e re nuk vjen pa u kriju do kushtet reja,
ama veç njerëz kur dalin rrugë edhe kanë parim kryesor, kategori kryesore, demokratizimin e vendit, veç pish ati vendi masnej, edhe partitë opozitore s'kan me mujt me shku në këto diskutime me liderin Kurtin këtë rast. Prandaj, unë po thëmë, po në shesh, po jo masnej këtë paknatësi e këtë revolt qytetare me kanalizu në anën e gabume, se masnej veç po vënohëm edhe po fiton ai që është më i forti për momentin. Averit, ndoshta të flasim pak për skenuaret e mundshme, nëse veç arrihet një marrëveshje sot në takimin që ka me LDK. LDK ka thënë që don balans në 3 pozitat kryesore. Kanë thënë që jo patjetër e duan kryetarin e kuvendit, por për ta është okej nëse ndodhë që të përfshirë në 3 pozitat. Prandaj dua të pyes, a do të pranonte LDK-ja që ta japi një emër jo partijak, apo patjetër LDK e don dikë që të jetë emër i tyre si pjesë e presidencës? Deri me tani nuk është që LDK-ja ka pas qartësi rreth emrit. Nuk e kemi pa LDK-n që ka thënë po unë e du, ajo po ne përkuptojmë që po e don pozitën e presidentit, po nuk na ka shpjegu kush është ai emër. Do me thonë, ne jonë sjell 2-3 emra në për publik, do me thonë, është thonë që Vjosa Osmani është tërheq nga kërkesa ose nga ajo çfarë edhe ka konkuru në zgjedhje dhe janë 2 emra Lumiri dhe Luta. Do me thonë, për këta 2 emra, po nuk ka qartësi dhe nuk ka LDK-ja do të me konë ma e qartë edhe para opinionit publik. A mund të jetë kjo problemi kryesor, sepse edhe VV po thotë që ndoshta edhe në këto takime shkojnë pa gjëra konkrete. VV pa dalë dhe herën e kalume ju pa thoi ju s'keni pru as një emën në ndërkohë që këto s'ja vjapri mundësin as me thonë emna. Unë nuk i besoj shumë që a thot televizja vetë vendosje. Dhe me thonë, ne tha ma herët, ti jene negociata me LDK-n dhe del e lutë për LDK-n edhe akrën dhe i qënë thesa. Atër, për qëfar negociata serioze ose qëfar partneri serios, po menon me bo LDK-n kur ti në start nuk je serios. Mirë, Elmën e keme nga tereni, gazetarën edhe njerë do të lidhemi për të kuptu se çka po ndodha atje. Elma, ku ndodhesh për momentin? Përshëndetje Ajda dhe për juve, tashmë pas se të ditës demokratikës të Kosovës, kam vazhduar në hapësirat e kuvendit të Kosovës, këto ku raportua se kryeministri në detyrë, kryetari i lëvizjes vendosur Albin Kurti pritet që të takohet me Lumir Abdixhikun, kryetarin e kësaj partie, ndonse derisa unë po qëndroja tek Liga Demokratike e Kosovës nuk na u konfirmua diçka e tillë, as nga Lumir Abdixhiku e as nga Paku, siç thash se Lumir Abdixhiku nuk u përgjigj për televizionin të shtatë, ndërkaq që unë Alushaku të shkurtër. Në ora 12:30 do të takohen Kurti me Abdixhikun në hapësirën e kuvendit të Kosovës, mirë po jo, nuk në ora 12:30, kjo nuk ndodhe, ndërkaq tashmë burime Besoj do të kthehesh shumë shpejt. Duket se përmes burimeve që ka gazetarja, dihet tashmë dhe ora në sa planifikohet që të mbahet ky takim, nëse janë të sakta, sepse tashmë as vetë nga LDK-ja nuk po e dinë se në sa ora do takohen. Se kam ju thonë qytetarëve se ka tentativa për mu zgjedh kjo situatë, menoj që deri ne do të shohim gjatë orëve të ardhshme takim do të shohemi. Zotis Makiqi, mendon që do të ketë takim? Se takom po si në klas ashtu kur janë. Me kënd. Kurti dhe ose edhe ndoshta me aleancën, a mund të ketë një takim ose vendosin? Jo, me aleanca ka qenë qartë. Po, me siguri takimet edhe komunikimet a i tha dje nuk kam as ndërmjetësues, jam direkt negociu. Ky djalli që për këto zgjedhjet, por janë qaq jo serioze dhe kreç ka shoh publiku, që ka i thujnë votuesit vetë janë kanë qenë mbledhje konstruktive, që kam interesua mu konstruktiviteti, kur ti nuk po i banë fare institucionet, ato që po tha për dita, as ki qartësi, as ki propozim, as ki emra, as një në nëmë. Pra del këtë thëtë me ngro zemrat, thuti po dojna me gjithë, di kanë jashtë planetit, tuk, a i tjetëri nuk u dzemi përmenas një emrin brenda LDK-s, LDK-ja është e friksuar. Pra, LDK-ja bashkë du të me dalë me një platformë, sot du të me dalë me thonë, kjo është propozimi jonë, i kena 12 deputet, 11, 10, 8,
do t'ja merë në shkrimat me Abdullah, me Hikmet, me Janin, me Kret. Pra, nëse i ka në shkrimat, ne kemi të deputet edhe bojnë 79, bashkë me këta minoritetet tjera dhe levizjave të vendosje, bojnë 79, një deputeta 2 vynë. Që t'i gjenë, do t'i bëjnë ato akrobacionet, për shembull, do t'ja themelion komunën, do të bali, si bën 80. Po, ky zotërim dënë me që vendin zgjedhjes, se do të 85 me pas, pra më duhet edhe alianca, ose më duhet gjysa PDK-s. Pra ndaj, është situatë e mirë, është situatë bashkë po thënë me metaforë jo normale, e një papërgjeshmëri ekstreme ndaj institucioneve, ndaj Kushtetutës së Kosovës, sepse një me gjak e me djerë, se me so viktima e dëshmur është arrit, e qëfar ndime në kanë bo bashkësia ndërkombëtare, pra me të vërtet, lidhje nuk ka shumica vota, kur je i papërgjeshëm, je plan preshës, dhe sinqerisht mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës sonte duhet me ndërhy me i kthjellë këta njerëz. Elmën e kemi prap. Elma, në sa ora po diskutohet se mund të bëhet takimi sot? Duke thënë takimi që u paralajmëruat ndodhin, ndërsa më paralajmërohet se një takim i tillë mund të bëhet ora 13:30, që ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu para kuvendit për të se realisht do të takohem përsëri nga 13:30, pasi që ende nuk është konfirmuar. Ndërkaq që tashmë dihet edhe ju besoj e keni përmend që Kurti ka dërguar ftesa përsëri partive, gjë që Partia Demokratike e Kosovës e ka refuzuar. Pajt Bajqinovci pak më herët u deklarua për mediave pasi u has këtu në ambientet e kuvendit, i cili nuk e konfirmoi këtë takim me Kurtin, ndërkaq tha se nuk do të paraqes problem diçka në rast se seanca nuk thirret sot, pasi tashmë siç thuhet vendi mund të shkojë në zgjedhje në rast se kuvendi nuk konstituohet deri në orën e 59. Mirë, Elma, unë të falenderoj shumë, ndërkohë që do doja edhe të utën ta falenderojmë për inkuadrimin edhe bashkëbisedimin që patëm sot. Falenderit të utë. Falenderit. Ndërkohë, Afërdita dhe Zotri Smakiqi, falenderit shumë gjithashtu që ishit sot pjesë e këtij debati. Ne do të shkojmë me një shkëputje, nëse do të ketë takim në orën 13:30, do të kthehemi prapë në transmetim për të marrë të rejat e fundit nga gazetarët në teren, por edhe për këto deklarime që mund t'i kem para takimet, me që ende nuk është zyrtar, kështu që ne po e ndërpresim takimin sot këtu për të parë nëse do të kthehemi prapë. Kështu që ju falenderoj shumë për vëmendjen. Mirupafshim.